Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dalë para pak minutash nga ambientet e SPAK ku u pyet për çështjen e 21 janarit, ngjarje në të cilën humbën jetën 4 protestues dhe u plagosën mbi 100 efektiv. Pas marrjes në pyetje, Berisha deklaroi se mosthirrja e tij për 13 vite është provë e presionit politik, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se në atë kohë kishte organizuar protestën më të dhunshme për epshet e pushtetit. Berisha kritikoi gjithashtu mënyrën e publikimit të thirrjes nga kreu i SPAK Altin Dumani, i cili sipas tij shpërndau materialin në media para se ai ta merrte zyrtarisht, një procedurë që zakonisht zhvillohet në mënyrë tërësisht diskrete. Sipas liderit të opozitës, kjo u bë për të devijuar vëmendjen publike nga skandalet e qeverisë, përfshirë problemet e fundit me projektin e llogaras. Seanca plenare në kuvend u shoqërua me tension në momentin kur kryeministri Edi Rama mori fjalën për të prezantuar buxhetin e ri. Deputetët e opozitës i kthyen shpinën sapo ai nisi të fliste në një akt proteste simbolike ndaj qeverisë. Rama reagoi menjëherë duke thënë se më mirë të shikoj shpinën sesa fytyrën e opozitës, duke shtuar se ky veprim nuk shkon. Më tej, kryeministri ju drejtua deputetit Flamur Noka, të cilin e quajti me ironi Besnik Flamur Noka, duke akuzuar se kritikonte padrejtisht kryetarin e kuvendit për besnikërinë ndaj Ramës. Rama e krahasoi Nokën me figura historike, ndërsa Noka u kundërpërgjigj menjëherë, më mirë me Lei Feng sesa me Escobarin. Seanca vazhdoi në një atmosferë të nxehtë politike. Kryeministri Edi Rama reagoi me tone të forta pas deklaratave të sekretares së brendshme të Britanisë së Madhe, Shabana Mahmud, e cila njoftoi rifillimin e dëbimit të rreth 700 familjeve shqiptare që u është refuzuar azili. Rama e konsideroi këtë qasje zhgënjyese dhe stereotipizuese, duke thënë se është e papranueshme që një ministre laboriste të ripërsërisë retorikën e ekstremit të djathtë për shqiptarët. Ai theksoi se fal bashkëpunimit të ngushtë midis dy vendeve, që nga fundi i vitit 2022, rritjet e parregullta nga Shqipëria janë thuajse zhdukur, ndërsa shqiptarët janë kontribues neto në ekonominë britanike. Rama shtoi se Londra duhet të thellojë partneritetin me Tiranën në fushën e sigurisë dhe jo të ekspozojë shqiptarët ndaj stigmatizimit publik. Kryeministri paralajmëroi se politika nuk duhet të ndërtohet mbi stereotipe etnike, veçanërisht nga një aleat strategjik si Mbretëria e Bashkuar. Më 8 tetor u mbyll afati i dorëzimit të dokumentacionit për drejtimin e prokurorisë së posaçme, ndërsa më 20 tetor Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi listën me 4 kandidatët finalist: Doloreza Musabelliu, Adnan Xholi, Elvin Gokaj dhe Klodian Braho. Ky i fundit është tashmë konsideruar gjerësisht si kandidati më i favorizuar, veçanërisht për shkak të sinjaleve diplomatike nga SBA. Në postimet e saj publike në muajt e fundit, Ambasada amerikane ka vendosur Brown pranë zyrtarëve të lartë amerikan dhe drejtuesit aktual të SPAK Altin Dumani, gjë që interpretohet si mbështetje për kandidaturën e tij. Drejtuesi i ri i SPAK do të zgjidhet vetëm nga radhët e prokurorëve ekzistues për një mandat 3 vjeçar, pa të drejtë rizgjedhjeje. Mandati i Altin Dumanit përfundon më 18 dhjetor 2025, duke shënuar fillimin e një etape të re në drejtimin e SPAK. Presidenti amerikan Donald Trump mirëpriti me ceremonial të plot princin e kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman në shtëpinë e bardhë, në një atmosferë që të i kaloi protokollin e një vizite pune. Dy liderët u përqafuan në hyrje dhe pritja u cilësua nga korespondent të cimbrëslënse dhe e ngjashme me ceremonitë shtetërore në vendet e gjirit. Në zyrën ovale, Trump e quajti Mohammed bin Salmanin një mik të mirë dhe e përgëzoi për reformat, duke theksuar se Arabia Saudite ka premtuar investime deri në $600 miliardë në SBA, që do të sjellin fabrika, investime dhe mira vende pune. Princi i Saudit shkoi edhe më tej, duke deklaruar se investimet mund të arrijnë deri në $1 trilion në ditët në vijim, deklaratë që Trump e cilësoi fantastike, duke theksuar nivelin historik të bashkëpunimit mes dy vendeve.